Imagjinoni një foshnjë në barkun e nënës që ka frikë të lindë e tjetojë në këtë botë. Përfytyroni si kur t'i thuaj, mos u frikso, mos u shqetëso. Lindja nuk është diçka e keqe. Ai që e krijoi do të mbajë këtu në barkun e nënës për një kohë të shkurtër. Një vend më i mirë nga ky hapësirë e errët dhe e ngushtë po pret për ty. Një botë plot dritë. Aty ka male të larta, dete të mëdha, fusha të harlisura re fluturuese dhe erra që fryjnë. Ka kopshte të stolisura me mira lule shumë ngjyrshe, pemë dhe fruta me shije, aromë, ngjyra e forma që do të mahnisin me bukuritë e tyre. Do gjesh bletë që të dhurojnë mjaltë, kafshë që të dhurojnë qumësht të bardhë si bora, flutura që të magjepsin me bukurinë dhe hijeshinë e tyre, e zoq që thurin melodi vetëm për ty. Do shohësh diellin të varur në qiell, që lind vetëm për të ndriçuar dhe ngrohur ty. Do gjesh një nën dhe baba që presin me shumë mall dhe dashuri për të përqafuar dhe për të të lumturuar. Do të gjesh fëmijë të tjerë që mezi presin të luajnë me ty, e miq të mirë, me të cilët do të ndash çdo gjë tënden. Mendoni si kur t'i thuaj, mos u shqetëso. Të gjitha këto mirësi do jenë të tuat. Vetëm prit edhe pak, se ti shumë shpejt do t'jesh pjesë e kësaj bote. Foshnja vështirë du besonte për ekzistencën e një bote që kur më herët nuk e ka parë. Por, si kur foshnja ti kushtonte pak më shumë vëmendje trupit të tij, do të gjente provat mjaftueshme për ekzistencën e një bote të quajtur dynja. Trupi i tij vazhdimisht në rritje, që herët kishte filluar t'i tregonte se tashmë ai nuk mund të jetonte më në këtë botë e errët dhe të ngushtë. Syt çdo ditë në rritje e lajmëronin për ekzistencën e ngjyrave, veshët për praninë e zërave. Këmbët i tregonin që një ditë do të ishte i Zotit e ecte mbi këtë tokë. Mushkërit ishin lajmtar të ajrit që do thithte, ndërsa goja e stomaku për shijen e ushqimeve të panumërta që do të shijonte. Këto organe nuk mund të ishin dhuruar për të përdorur në një vend aq të errët dhe të ngushtë. Atëherë pse vallë? Dhe foshnja mendoi, ai që më ka krijuar me gjithë këto organe dhe ndjenja, natyrisht duhet ketë krijuar dhe vendin ku t'i përdor. Ai zë ishte i vërtet tek